Ka qenë një eksperiencë shumë e hidhur e imja si familjar, babai 2 fëmijëve, të cilët kena fillu me pas një bring të madhe se çka do të ndodh me popullatën të cilët nuk ishëm të armatosur, ishëm në për shtëpi tona. Nuk kam të merr i të merrit, që jemi ngujue disa familje me fëmijë, me gra, me burra, me krejt i kemi mshel me dritare, me dyrë, me krejt që s'kemi guxu as me dalë që e gjujshim bombën shkatrejke. Ni as me hangër, as me pi, as nuk ishëm. Qëndruam disa ditë në shtëpi, pasi që filluam bombardimet, por ishim të friksuar, menduam se nga qasti në qast po hynte armiku në shtëpi. Filluar dëbimi i lagjës tonë, unë bashkë me bashortën dhe 2 fëmijët e mi, 2 prindët, vllaun me bashortën me 4 fëmijë, ju kena bashkangjitur kolonës deportimeve. Na kanë qitë krejt rrugëve, dikush në trena, dikush në autobusa, dikush kush ka mujt me nej kerë, dyqysh, krejt rrugëve i mytshin. Mi kanë mytë agjen e grune aqë se këj shite krejt. Tani gra 7 zone ja u mytshin bebat, ja u nxirëshin, ngjejshin, qashtu ishin në 10. Hyri armiku në tren për t'i kontrolluar njerëzit, sepse lypte para dhe are. Ne i kishëm vendosur disa para në rrobat e fëmijëve, por për fat të mirë shpëtuam. Por edhe atje krejt gra e fëmijë në përproje. Janë të merrue, janë met pa benzin, pa kur gjë. Mole me cevë të jau qitë benzinin për me shkua dhe i dikon me kaluë. Krejt asaj ushtrien kon me sakica, me automata, me krejt që shtu t'i majshin që. Aty kena zbritur dhe kena nejtë në zonë neutrale mes Kosovës dhe Maqedonisë, ku prej atuvit mos ndyne qëndrimin në tenda të improvizuara që i kena improvizuar bashkë, na ka ndërguar në kampin e refugjatëve Stankovec. Ku aty na pritën disa ushtarë. Atje na kanë prit mirë ballë, kush pështaj, peq shumicën i kanë mytë. Ishte një lumë afër shatorave dhe aty vendosa sadopak mi pastru disa rroba të fëmijëve në kushte natyrore. Në atë kamp patëm fatin, na përzgjodhen dhe shkuam në Gjermani. Atje na pritën shumë mirë, na vendosën në një banesë të gjetëve. Unë isha e brenkusur për familjen time, se ku janë. Për 2 vajzat se kom ditë heq ku i kam, kur jemi dalë, ishin kanë met edhe pa boke, pa bërëm e pa gjitha. Pas disa përpjekjeve, mora një numër kontaktus nga disa njerëz dhe bisedova me familjen time, mësova se ishin të gjithë gjallë e shëndosh. Dhe kur kena në shtëpi, kena po shtëpia të shkatrume, krejt po me vetë vullnetin tonë, me ndihmën e shoqërisë e familjarëve, kena filluar ndal nga dal të riparojmë shtëpia që të mundemi të hiqim brenda. Dhe si përfund, kjo ka qenë një periudhë që nuk harrohet derisa të vdes një njeri. Konë shumë e vështirë, tepër. Frikë s'ka ku shkon. Hala s'hiqen ato senet e luftës. Unë e mora kancerin, u operova. Lufta ka qenë shumë e keqe, lufta ka qenë shumë e padrejtë, inshallah nuk përsëritet kurrë më kjo situatë, jo vetëm te na, por kur ka në botë.